Miqtë të Top News, ju përshëndes, unë jam Gjoj Malësia dhe jemi me programin Breaking, do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me ngjarjet më kryesore. Do të zhvendosemi fillimisht pranë gjykatës kushtetuese, aty ku prej mëngjesit ka patur një seancë për rastin Veliaj. Do të lidhemi live me kolegen tonë Alketa Shaba, që ka ndjekur edhe shqyrtimin. Alketa, të përshëndes, është një çështje me rëndësi të lartë, së pari për profilin politik të Veliajt dhe gjithë atë që ndodh në skenën politike, por gjithashtu në aspektin gjyqësor dhe zgjedhor nga tjetër, sepse do të jetë diçka që do të përcaktoj, po themi, dhe datën e zgjedhjeve të pjetshme, ose do të ndikoj. Çfarë ka ndodhur ditën e sotme? Të përshëndes, Gjoj, në fakt është ndërprerë për 30 minuta seanca në gjykatën kushtetuese, ku po shqyrtohet ankimimi depozituar nga zoti Erion Veliaj, që ka të bëjë me shkarkimin e tij nga detyra nga Këshilli i Ministrave, por edhe me dekretin nga presidenti Bajram Begaj për zgjedhjet e parakoshme në Tiranë. Seanca në gjykatën kushtetuese nisi në orën 10 të mëngjesit dhe zgjati për rreth 2 orë e 30 minuta, ku fillimisht u dëgjua pala e mbrojtëse që mbron në këtë proces pas zotit Veliaj, që janë dy avokatët, Erman Luzeira dhe Alban Kushi, por edhe pala tjetër në këtë proces, pali interesuar të thirrur nga gjykata kushtetuese, që ka të bëjë pikërisht me Këshillin e Ministrave, si edhe me presidencën, pra përfaqësues të presidencës, por nga ana tjetër mbajti fjalën e tij edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, ku duhet thënë që flet për herë të parë publikisht që nga muaji i shkurt, kur ky fundi të vendosë masën e sigurisë arrest në burg me kërkesë të prokurisë së posaçme antikorrupsion. Fillimisht seanca në gjykatën kushtetuese nisi me një kërkesë të bërë nga Këshilli i Ministrave dhe nga presidenca, ku ata kërkuan të mos legjitimoheshin si palë me argumente se gjykata kushtetuese nuk është gjykatë kompetente për të shqyrtuar ankimimin e Veliajt, pikërisht për shfuqizimin e dekretit të zgjedhjeve nga presidenti Bajram Begaj, një kërkesë në fakt e cila u rrëzua nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese më njëherë pas rregjës së tyre në dhomë këshillimi, për të rinisur sërish seanca, ku mori fjalën kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, ku do po përmend paktën 2-3 gjëra që ky fundit tha përpara trupës gjykuese, ku fjalët e tij nisi duke thënë që betejë e tij për të dëgjuar, betejë e tij për të dëgjuar vjen pas një sage të gjatë zhgënjyese për dëgjuar se çfarë ka bërë, që është rrëmbyer nga zyra ku e kanë zgjedhur qytetarët dhe që është mbyllur sipas tij në një qeli me regjim burgosje më të rëndë se vrasësit serial. Ai tha se populli i këtij vendi përmes kushtetutës së tij ka vendosur qartë se askush nuk mund të ndërpresë mandatin e të zgjedhur vendor përpara afatit, përveç se kur ai ka kryer shkeljet rënda kushtetuese ose të ligjit. Ai në fakt u drejtua edhe trupës së gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, duke thënë se cilën shkelje kishte kryer ai në dëm të kushtetutës apo të ligjit, pra për në ushtrimin e mandatit të tij sekretar i Bashkisë së Tiranës. Dhe nga ana tjetër ai tha se më pas erdhi dhe arsyeja për të cilën është larguar nga detyra, që kishte të bënte pikërisht me mos prezencën e tij në detyrë për më shumë se 3 muaj. Veliaj tha se nuk kishin si të më fyenin më rënd, ishte më i rënda jetës si me publike, sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi, nga njerëzit që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk dënjuan as më dëgjoni. Zoti i fal, tha ai, lutem çdo natë për ta që Zotit i fal, dhe nëse pranohet që një kryebashkiak i zgjedhur me votën e popullit mund të hiqet nga detyra pa vendim të formës së prerë, atëherë çdo nga nesër në çdo qytet, çdo bashki dhe çdo mandat popullor mund të bjerë prej vendimeve politike të momentit. Ai në fakt mbajti një fjalë të gjatë përpara trupës së gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, dhe siç thash, është dalja e parë e tij që nga muaji shkurt i këtij viti, pra bërë një farë mënyrë mbrojtjen e tij dhe përmendi faktin që është antikushtetuese shkarkimi i tij nga detyra me argumente se për 3 muaj me radhë nuk ka ushtruar detyrën e tij si kryetar i Bashkisë së Tiranës. Në fakt ka qenë një gjë apo një qendrim të cilën e ka mbajtur më herët dhe një qendrim edhe zoti Veliaj nga qelia e tij e paraburgimit, por edhe përmes avokatëve të tij mbrojtës, ku ky fundit ka thënë që shkaqet ka qenë një shkak objektiv për të cilën ky fundit nuk ka shkuar në bashki për të ushtruar postin sekretar bashkie, pikërisht për shkak të një mase të jashtëzakonshme arresti në burg që është vendosur ndaj tij, pavarësisht se nuk ka një vendim gjykate të formës së prerë. Dhe këtë argument ka përdorur edhe në kushtetuese ditën e sotme, duke thënë që nuk ka një vendim të formës së prerë nga ana e gjykatës që mund ta dënojë apo mund ta gjejë fajtor këtë të fundit për veprat penale që janë ngritur nga ana e prokurisë posaçme antikorrupsion, pasi ai prezumohet si person i pafajshëm për aq shkosa. Nuk ka një vendim nga ana e
gjykatës dhe për këtë arsye sipas tij nuk mund të shkarkohet kur nuk ka shkelet e rënda, kur nuk ka një vendim të formës së prerë nga ana e gjykatës. Por nga ana tjetër, pasi u dëgjua zoti Erion Velia, ishte Sonila Bejtja, gjyqtarja relatore e kësaj çështje, ajo e cila i drejtoi atij disa pyetje dhe më njëherë pasi u dëgjua ky fundi dhe avokati i tij mbrojtës Ermal Yzeira dhe më njëherë pasi gjykata kushtetuese siç thash ndërprer seancën për 30 minuta do të jepet fjala tashmë dy përfaqësuesve të tjerë apo dy palëve të tjerë në këtë proces që janë palë interesuar Këshillit të Ministrave dhe Presidencës, ku ata do të marrin fjalën e tyre për të parashtruar argumentat që ata kanë apo për të bërë kundërshtimet që ata kanë dhe më pas do t'i drejtohen edhe atyre pyetje nga relatoria Sonila Bejtja dhe më pas në fund do të jetë gjykata kushtetuese ajo e cila do të rrihet më vendim për të shpallur më pas vendimin mbi këtë çështje. Ka afat 30 ditor, pra brenda një afati 30 ditor gjykata kushtetuese duhet të dalë përfundimisht me një vendim lidhur me ankimimin e bërë nga zoti Veliaj në rast do të ketë një pranim të kërkesës apo një rrëzim të kërkesës së tij, siç thash zoti Veliaj kundërshton apo ka ankimuar vendimin e Këshillit të Ministrave. Fillimisht ishte kryeministri Edi Rama i cili në muajin shtator i sugjeroi Këshillit Bashkiak që të mblidhej dhe të shkarkonte Erion Veliaj. Në minjëherë mblodh Këshilli Bashkiak, më pas këtë çështje e çoi në Këshillin e Ministrave dhe ishte Këshilli i Ministrave që me 50 vota pro votoi pro shkarkimit të kryebashkiakut të Erion Veliaj dhe më pas në datën 1 tetor ishte presidenti Bega i cili dekretoi zgjedhjet për 6 bashki, përfshirë këtu edhe Bashkinë e Tiranës, një çështje e cila apo një objekt i cili u shtua po ashtu ankimimit të Veliajt në kushtetuese. Pra janë dy çështje që ka të bëjnë me njërin kërkohet shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Veliajt nga anë detyra dhe e dyta ka të bëjë me shfuqizimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj për të shkuar Tirana në zgjedhje të parakohshme. Janë këto dy kërkesa që janë depozituar nga zoti Veliaj, ku pritet siç thash gjykata kushtetuese tashmë të marrë vendime. Tek sot një herë që është hera e parë që zoti Veliaj loj qelin dhe që ka një dalje publike prej muajit shkurt. Ky fundi u shoqërua me forcat shumëta policore ditën e sotme nga ambientet e paraburgimit në Jevë apo Durrës, atje ku ai mbahet prej rreth 8 muajsh dhe u shoqërua pikërisht në gjykatën kushtetuese për të marrë pjesë në këtë seancë. Ai në fakt më herët kishte kërkuar edhe që të merrte pjesë në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, ku do të shqyrtohej pikërisht vendimi për shkarkimin e tij nga detyra, një kërkesë në fakt e cila nuk u miratuan nga prokuroria posaçme antikorrupsion, por që nuk mori masa po ashtu as drejtoria e burgjeve për shoqërimin e tij, ndryshe nga ç'bëri në ditën e sotme, pra kur u lajmërua paraprakisht nga gjykata kushtetuese dhe ku ju dërgua pikërisht një njoftim paraprak dy institucioneve përkatëse, prokurorisë posaçme antikorrupsion dhe drejtorisë përgjithshme të burgjeve për të marrë masa në rast se zoti Velia do të kishte dëshirë të paraqitej sot për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të bërë shoqërimin e tij nga JVP Durrës në drejtim të gjykatës kushtetuese. Ai siç thash edhe një herë mbrohet nga dy mbrojtës ligjor, të cilat janë zgjedhur nga zoti Velia për të mbrojtur në kushtetuese, ndryshe nga dy avokat penalistë që e mbrojnë këtë të fundit në gjykatën e posaçme antikorrupsion, ku ai po gjykohet në një seancë paraprake lidhur me 5 vëra penale që janë ngritur nga prokuroria e posaçme për zotin Veliaj, që ka të bëjnë me korrupsionin pasiv të kryer në 9 raste, me pastrimin e parave, fshehje, mosdeklarim të pasurive, me shpërdorimin e detyrës, por edhe me vepra penale të futjes së sendeve të paligjshme në ambientet e qelisë së paraburgimit. Janë këto akuza që rondojnë nga zoti Veliaj dhe një masë e arrestet në burg që ai ka çuar pikërisht në fundit në pikën kur është shkarkuar nga detyra si kryebashkiak dhe që tashmë po bën një përballje me ku ai kërkon drejtësi pra nuk kushtetuese për të gjetur të drejtën e tij, siç ai thotë, dhe që ai konsideron antikushtetuese vendimin për shkarkimin e tij nga detyra me argumente se nuk është paraqitur për 3 muaj në Bashkinë e Tiranës për të ushtruar funksionin e tij. Gjithsesi do mbetet për të parë Gjoj se do të vijojë seanca ditën e sotme, se sa do të zgjas dhe se sa afat tashmë do të marrë gjykata kushtetuese për të shprehur me vendim mbi këtë kërkesë. Ndërkohë, Alketa, do të ndaleshim pak dhe tek momentet që kanë tërhequr vëmendjen e publikut, ka që fillimisht ardhja e Veliajt u pa i buzëqeshur, së dyti komenti që përmende edhe ti për, po themi, bashkëpunëtorët janë ndjerë më i parespektuar prej tyre, u shpreh. Okej, mirë, Alketa të kërkojnë ndjes sepse po rifillon dhe seanca me sa po shoh